Edhe këtë vit, fermerët e fushës së Maliqit po përballen me çmime të ulta për grurin, duke ngritur shqetësimin se të ardhurat nuk mbulojnë kostot e prodhimit. Sipas tyre, gruri po tregtohet me 26 apo 27 lek për kilogram, një çmim që nuk justifikon investimet e kryera gjatë gjithë sezonit bujqësor. Me vështirë paraqitet situata për fermerët që nuk disponojnë magazina për ruajtjen e prodhimit, pasi detyrohen ta shesin menjëherë pas korjes me çmimet e diktuara nga tregu. Ata thonë se mungesa e një tregu të për shitjen e grurit vazhdon të mbetet një nga problemet kryesore të sektorit. Po tash për tash me 27 lekë shkon. Nuk fabrikat mollin këto i marrin me 27 lekë. Jo, nuk është e pavarur. Me këto çmime që janë, që korja është e shtrenjtë, transporti është i shtrenjtë, për ne nuk është e lezetshme. Nuk kemi fitim fare. Për gruj nuk është fitim fare. Nuk ka çmim. Po të kishe çmim të vinte shtetit një çmim tavan, deri në 300-350 lekë, po dakord. Po me 27 lekë siç e marrin fabrikat nuk e ka level. Këtë vit kemi patur 42 lym gru. Aktualisht është 27 lekë. Nuk është i favorshëm se neve po të llogaritësh tokën me qira, plerat që janë, çnimin e naftës, neve dalim me humbje, nuk dalim me fitim me çnimin, me këtë çnim që ka gruri. Edhe magazinimi është një gjë shumë kritike si vit. Do të thënë as fura se mbledhin as gjë. Ne po e mbajmë në për shpira, se si do t'i verallit, dhe që nuk po marrim dot atë djersën tonët, po nuk kemi edhe ku ta tregtojmë. Edhe përgjegjësi i sektorit të bujqësisë në Bashkinë Maliq, Aurel Zenunllari, pranon se çmimi aktual është i ulët dhe thekson se vështirësitë janë edhe më të mëdha për fermerët që punojnë toka të marra me qira, pasi kostot e prodhimit rriten ndjeshëm. Çmimi i grurit varion sipas cilësisë. Mirë po, mesatarja e çmimit të grurit që është shitur deri në këto momente, ose kërkesa është 27 lek ose maksimum 28 lek për kilogram. Ky çmim nuk është i favorshëm për fermerët për arsye të kostove të prodhimit, sidomos në parcelat që janë të marra me qira. Me këtë çmim disa fermerë shprehin që nuk mund të nxjerrin as kostot. Të gjithë bëjnë përpjekje për të gjetur tregun sa më parë, sepse gruri pavarësisht se është i magazinueshëm, sepse ka lagështirën e duhur, ka fermerët të cilët duan ta shesin për arsye ekonomike, sepse duhet të vazhdojnë pjesën tjetër të bujqësisë me kulturat e tjera, të vazhdojnë të investojnë në pjesën tjetër në bujqësi. Sipas të dhënave, në vitin 2025 në fushën e Maliqit u mbollën rreth 4100 hektar me grur, ndërsa këtë vit sipërfaqja është reduktuar me rreth 300 hektar. Fermerët e lidhin këtë tkurje me mungesën e tregut dhe çmimet e ulta, të cilat po i dekurajojnë të vijojnë kultivimin e kësaj kulture bujqësore.